Për këtë arsye tregon nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, i dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salatu wasalam, kur futej 10 netësh i fundit të Ramazanit, bënte disa veprime. Për shembull, thot shtrëngonte fort brezin. Pra me kuptimin nuk përkushtohej shumë, le të themi, tek e ngrëna dhe tek e pira, pavarësisht se çfarë përkushtohej pejgamberi sallam në të ngrënë dhe në të pirë. Kalonte 1 muaj apo 2 muaj dhe s'ndizej zjarr në shtëpinë e tij. E si jetonit, oj nënë e besimtarëve, thot jetonim me ujë dhe me hurma. Për nejse, kështu është thënë. Thot shtrëngonte brezin. Po tjetër çfarë bënte? Thot paloste dyshekun. Çfarë dysheku kishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Një shilte që flente mbi të, se dyshek ne mendojmë atë 25 cm sot. Apo 20 cm. E që njeriu rrin lart, bëj fjalë në tokë, shilte e paloste atë shilten. Domethënë së shkoi gjumi. Thot dhe zgjonte familjarët, pra bashkë gjithë si familje e kalonin në lutje dhe në dua. Është koha e tillë. 10 netësh i fundit të Ramazanit është shumë i veçantë. Dhe ja vlen që njeriu të sakrifikojë në thonjza në këtë 10 netësh, sepse bekimi dhe shpërblimi është i madh. Thoshte njëri për burrave të moshëm, sikur nata e Kadrit të ishte fshehur në gjithë vitin, sikur nata e Kadrit të ishte e fshehur në gjithë vitin, jo 10 netëshin e fundit. Sikur nata e Kadrit të ishte fshehur në gjithë vitin, do ja vlente të kërkohej me adhurim dhe me lutje dhe me dua gjatë gjithë vitit. E Zoti më na e ka lësuar shumë situatën. Nuk na kalon në gjithë vitin, as nuk na kalon në Ramazan, po na kalon në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Netët teke apo net e rëndësishme, le t'i bëjmë këto 10 ditë, inshallah taala, ditë të ndryshimit të jetës sonë dhe të përmirësimit të jetës sonë dhe të garimit përfundimtar, sepse pastaj do të mbyllet Ramazani dhe dikush do të thotë, ashtu siç kemi thonë vit për vit, sa shpejt i u këtë vit. Allahu na mundsoft që të vjelim për këtij Ramazani frytet e tij. Allahu na mundsoft që ky Ramazan të jetë sebeb dhe shkak që të fitojmë xhenetin e Zotit dhe kënaqësinë e tij. Allahu na lut që ky Ramazan të jetë bekim për ne, për vetët tona, për familjet tona, për shtëpiat tona, për vendin ton dhe për ummetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam kudo që janë.